Përshëndetje me të mërzardhët edhe në një video recetë tjetër, një iftar i shpejt mbas punës, për ata që punojnë, një ide e lehtë dhe tepër e shpejtë e përgatitjes. Ju bëhet më e mirë se sa me shku edhe me hangër në restorant. Vazhdojmë dhe përgatisim këtë recetë që ndryshe njihet në për restorante edhe si sallatë pule. Vazhdojmë në kuzhinë. Në një tigan shtojmë 1 kg e 200 gram mish pule që e kemi ndarë në copa katërore, pra stek i pulës. E ndani në copa të vogla, kështu, katërore. Shtojmë vaj, për afërsisht 60 ml, një lugë të mesme me vegetë, mandej shtojmë një lugë të mesme me kryp, shtojmë pak biber të zi, vetëm pak, sa për t'i dhënë pak shije, dhe shtojmë kerri erëza. Edhe kerri erëza varet si doni me përgatit, po përafërsisht një lugë të çajit. Vazhdojmë shtojmë pak hudhër pluhur, edhe mishin e kavërdisem. Pra mishi kavërdiset ose fërgohet mirë, pra kështu siç mund ta shikoni edhe ju, me vajin edhe me krejt përbërësit që i hedhëm. Duke u kavërdisur, mishi gadal do të filloj të alshoj edhe lëngun. Po e vreni këtu që mishi veç ka fillu të kavërdiset, ka lshuar edhe lëng, mirë po ne tash, pasi që e ka shterë lëngun, do shtojmë ujë, 400 ml ujë, edhe do ta la mishin që të zihet. E mbuloj me kapak edhe e la mishin që të zihet. Në qoftë se shteret uji edhe mishi nuk është zi, prap do t'i shtojmë ujë. Edhe kështu vazhdojmë derisa mishi të jetë gati. Kur mishin ta kemi gati dhe të jetë zier mjaftueshëm, atëherë vazhdojmë shtojmë edhe kremin për gatim. Kësaj recete do t'i shtojmë gjithsej 500 ml cooking krem ose krem për gatim. Edhe tash do t'a la që së bashku me kremin të vloj pak për një 3 minuta, edhe kremi do të filloj të trashet, edhe mishin me salcën e përgatitur do t'a kemi gati shumë shpejt. Në anën tjetër do të vazhdojmë të përgatisim edhe pomfritat. Pra po e la kështu për pak minuta që të vloj ngadal në temperaturë mesatare. Në një tenxhere po shtojmë vaj. Vaj do të shtojmë mjaftueshëm. Dhe do të presim që vaji të nxehet. Kur vaji ka fillu të nxehet, shtojmë edhe pomfritat. Edhe kështu përgatisim pomfrita shpejt, lehtë, por edhe një iftar i shpejt dhe i sheshëm. Pomfritat pra vazhdojmë edhe i fërgojmë kështu derisa të skuqen mirë. Unë në këtë rast po përdor pomfrita të gatshëm, për shkak se nga puna e kena pak të vështirë me mri kohën e përgatitjes së krejt ushqimeve. Kështu vazhdojmë pra edhe i përgatisim pomfritat. Tash varet për sa persona keni me përgatit iftarin, aq edhe pomfrita do të përgatisni. Pasi që i kena gati krejt, ne vazhdojmë edhe të gjitha i servojmë. Vazhdojmë tash edhe ju hedhim nga pak kryp, pra mos harroni pomfritave, pasi që të kavërdisen mirë. Tash vetëm se i servojmë në pjatë, ne veç i kemi shtruar edhe sofrën e iftarit, kemi përgatitur edhe sallatë, edhe mishin e kemi gati. Kjo ishte edhe receta që unë e kisha përgatitur për sot, është një nga recetat ose iftaret që përgatitet më shpejt dhe më lehtë,
edhe do ju shijoj shumë. Vërtet ja vlen të provoni një iftar të shpejtë të shishëm, por që e gjithë familja do ta pëlqej. Pra thash që për iftarin e sotshëm kam përgatitur edhe sallatë, ku për sallatën kam përdorur 6 gjethe të marullës, gjys kastravici që e kam prerë në katrore të vogla, një karrotë në rende, pak lakër dhe mbi pak kokra shege kam hedhur, kryp vaj uthull edhe sallatën do ta keni të gatshme. Këto ishin të gjitha recetat që i kemi përgatitur për sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer edhe kjo meni e iftarit. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Unë ju dëshiroj të gjitha agjëruesve agjërim të lehtë dhe të pranuar. Qëndroni me ne për të mësuar edhe shumë receta dhe mund të merrni shumë ide për iftar. Mirëmbëjtje.